Miqtë Prizmës, sot është 28-29 nëntori. Në fakt, unë jam me datën 29 dhe me datë 28 në Shkodër janë bërë aktivitete fantastike, i lumt Bashkisë Shkodrës edhe Benet Becit për sofrën e madhe, për miqtë e shumë midis tyre edhe presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani. I lumt organizatorëve mënyrës për ta festuar, për ta nderuar ditën më të rëndësishme të kombit shqiptar që është 28 nëntori. Tash se e ngatron Flamur Noka ose ajo Gërvalla ose ai Bashaj në Kosovë është një bisedë tjetër, është një muhabet tjetër, por në përgjithësi populli e di shumë mirë sa e rëndësishme është kjo datë. Do shta ne egzagerohemi me patriotizmin tonë Facebook dhe në të vërtet nuk bëjmë patriotizmin e vërtet për ta dashur, por i vetmi që do fliste fjalë armiqësore, fjalë që kanë vlerë brenda, është vetëm Sali Berisha, i cili e quante Edi Ramën armik të shoqërisë shqiptare. Duke qenë e qartë shumë që shoqëria shqiptare në shumicën e saj të vetmin armik në Shqipëri dhe në Shqipërinë e këtyre 35 vjetëve e dinë se kush është dhe ky e ka emrin Sali Berisha. Ai vazhdon të jetojë me mentalitetin e 45-s, mentalitetin e viteve 60 e viteve 70, ku shpalleshin armiq, ku shpalleshin tradhtar. Sali Berisha nuk ndron mendje, është i vetmi që shkruan kështu, as kërkush tjetër nuk shkruan kështu, por ai ka dhe taborrin e tij që e ndjek, pra janë klonet e tij, ai ka arritur klonet e tij, që tashmë ato nuk janë të pafajshëm, ato janë fajtorët më të mëdhenj, akoma më tepër se Sali Berisha. Por në përgjithësi ajo që duhet të them është që 28 nëntori kudo, jo vetëm në Shkodër, por në Tiranë, në Vlorë, në Korçë, kudo në Shqipëri, në Përmet, kudo në Kosovë, kudo në Malzi, edhe në Tuzë, edhe në Guci, edhe kudo, në Ulqin, kudo kanë festuar. Kudo ku ka pasur shqiptar me shumicë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Gjermani, kudo kanë festuar 28 nëntori. Ajo është festa e madhe e kombit shqiptar. Është 28 nëntori i 43-shit në krye me Gjergj Kastriotin, është 28 nëntori i Ismail Qemalit, edhe sigurisht mund të presim edhe 28 nëntorin e tretë të Bashkimit Trojeve Shqiptare. Me të vërtetë që duket i pamundur, por kështu janë dukur të pamundur dhe ato data, dhe në vërtet janë bërë. 28 nëntori i tretë do të ishte një nga mrekullitë më të mëdha të kombit shqiptar. Sot kombi shqiptar bën patriotin, sidomos në Facebook dhe me kombëtarin e futbollit, e mira është për patriotin e madh, për të mos ta shkatëruar veten politikisht, mos të ndarë politikisht me veten. Për kombin duhet të jemi të bashkuar, siç bashkohemi me futbollin. Por politika na shkatron. Politika dhe ka filluar dhe religionit na shkatroi. Dhe ajo na përçan. Ne duhet ta ndajmë përfundimisht politikën dhe religionin nga çështja jonë kombëtare. Duhet të themi rrini aty në qoshe, se jeni mirë. Çështja kombëtare është mbi politikën dhe mbi religionin. Kombi është i vetmi që na njëson. Ne nuk na njëson as politika, nuk na njëson, më vjen keq që them këtë, as religioni, as feja. Nuk jemi të barabartë. Jemi në kundërshtim politik gjithmonë edhe ata e përdorin për keq. Në fakt nuk duhet ta përdorin për keq. Duhet ta përdorin vetëm për pushtetin, por jo më tepër se sa kaq. Dhe religionet kanë filluar të bëjnë pak lojra të padëshirueshme për të prishur harmoninë që kemi ne, bashkëjetesën e jashtëzakonshme. Kanë filluar që të interpretojnë më mirë fjalën tolerancë. Në fakt ne tolerohemi me religionet. Ne bashkëjetojmë, ne kemi harmoni fetare. Sot jemi data 29, dhe për datën 29 po them diçka. Unë nuk kam qenë kur dakord që qyteti i fundit që është quajtur Shkodra të ishte data e shtlirimit të Shqipërisë. Data e shtlirimit të Shqipërisë për mua ka qenë gjithmonë 17 nëntor i vitit 1944, ku është bërë luftë për shtirimin e Tiranës dhe ku nazistët gjerman janë tërhequr duke u mbrojtur dhe duke shkaktuar humbje, dhe ata janë vrarë partizan, janë vrarë dhe gjerman. Është betejë më e madhe që kemi realizuar ne me gjermanët. Kështu që në këtë pikë, praktikisht kush merr krye qytetin, ka marrë edhe shtetin.
është bërë në një farë mënyrë për të bërë qefe nga më të ndryshme, njëherë për të bashkuar data shlirimit me datën e pavarësisë, njëherë për të ndarë, kanë ndikuar edhe ndikime të jashtme, sidomos ato jugosllave, edhe kanë ndikuar edhe shumë elementë tjerë për të bërë Shkodra, qyteti i fundit, dhe sigurisht ka ndodhur pastaj me ardhjen e Sali Berishës e vitit 1990-91 dhe përçarja e madhe politike midis 28-s dhe 29-s. Ata që ishin 29-s u kategorizonin komunista dhe socialista, këta të 28-s demokrata dhe nacionalist. Marrëzira që sigurisht ndajnë shqiptarin, dhe këto data përçajnë shqiptarin. Në të vërtetë, një datë shtirimi duhet ta ketë vendi, dhe data shtirimit është pikërisht 17 nëntor i vitit 1944. Nuk mund mohohen as partizanët as brigadat partizane, pse kishin Enverin e Mehmetin, klikat që erdhën mbrapa. Ato partizanë që ishin aty, ishin për të luftuar pushtuesin. Edhe në Shkodër po kështu ka ndodhur, dhe sot kisha një shkrim timin që parafrazoja këtë. Të gjithë të parët që kanë parakaluar në orën 9 në Shkodër janë partizanët e batalionit Perlat Rexhepi që nuk ishin futur divizioni i dytë as brigadat partizane. Ishte sigurisht batalioni Perlat Rexhepi që ishte i përbërur nga çeta territoriale dhe njerëz të Shkodrës. Tashmë unë mund t'ju them këtë, shumica atyre duke filluar nga komandanti dhe komisari dhe shumë komunistë që ishin aty gjatë diktaturës u dënuan, u persekutuan, u futën në përburgje. Komisari ishte Sali Bekteshi. Baba im u persekutua. Po ashtu dhe komandanti, po ashtu dhe shumë komunistë të tjerë u dënuan, u persekutuan, u burgosën, u vranë, u pushkatuan nga partia tyre. Ata ishin idealistë, ishin nacionalistë. Dhe kush mbeti 10 ditët e fundit? Vetëm antarët e Leverdisë, bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, cilët u kthyen në mënyrë të menjëhershme në antikomunistë në vitin 1990, 91, 92 dhe i shërbyen Sali Berishës. Të gjithë nacionalistat e majt dhe të gjithë idealistat u persekutuan nga Enver Hoxha, nga klika e tij, dhe sidomos ke batalioni Perlat Rexhepi, nga grupi komunist i Shkodrës, nga organizata e atërshme e komunistave të Shkodrës. Asnjëri nuk ka shpëtuar pa u dënuar. Asnjë prej tyre. Kanë shpëtuar vetëm antarët e Leverdisë, njeriu i ri vepra më e shkëlqyer e partisë, dhe njerëzit bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, të cilët u kthyen në demokratë të gjithë. Të gjithë të tjerët u larguan dhe nuk deshin t'ia dinin më. Dhe kjo është një fatkeqësi e jashtëzakonshme. Por ata ishin idealistë, ata që u futën aty ishin djem dhe vajza të reja, të cilët kishin besim se do të bënin diçka të mirë. U tradhtuan, u persekutuan dhe shumë prej tyre psuan gjatë regjimit të diktaturës së proletariatit. Gjithsesi ajo që mund të them unë është rroft data e madhe, fantastike, historike e pavarësisë së Shqipërisë, 28 nëntori, dhe rroft çlirimi i Shqipërisë. Edhe ai me 28, 29 nëntor, si të doni ju. Datë çlirimi nuk është kurik okupatori, po kur futen çlirimtarët. Dhe për mua mbetet data 29 nëntor 1944. Në Shkodrën atyre viteve, cila sigurisht nuk qante, ishte entuziaste, po çlirohesh. Po, qau më vonë, se dhe ata njerëz që u konsideruan çlirimtar, u persekutuan, u vranë, u burgosen, u internuan, si gjithë nacionalistët, si gjithë njerëzit normal në Shqipërinë e diktaturës. Dakord, miqtë e mi?